Për ju që më ndëgjoni, dua t'ju ftoj për një minutë të reflektimi. Sot nuk është vetëm festa e fëmijëve. Sot është kujtesa për ata që nuk festojnë dot. 1432 fëmijë martir të Kosovës, ëndra të ndërprera, buzëqeshje që mungojnë, jetën që nuk e jetuan kurr. Ne nuk I harrojmë asnjëherë engjujt, çdo hap që bëra, çdo letër që vendosa për ta. Ata nuk janë thjesht numra, janë pjesë e shpirtit ton, pjesë e historisë që na dhemb, por që na duhet ta nderojmë. Për ata nuk ndalem, për ta flas, për ta krijoj, sepse kujtesa është përgjegjësia dhe unë këtë përgjegjësi e mbaj me krenari. Zoti e bekoft Kosovën, nderim për jetë për fëmijët martir dhe familjet e tyre. Zoti e bekoft ushtrinë çlirimtare të Kosovës.